Kosova do të shkojë në zgjedhje të përgjithshme dhe për të folur mbi situatën atje kam të ftuar në një lidhje direkte analistin e njohur zotin Selatin Redkoceri. Zoti Redkoceri, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit për ftesën. Çfarë po ndodh me Kosovën dhe pse Albin Kurti le të themi e çoi vendin në zgjedhje? Albin Kurti për shkak të mungesës të dijes për të menaxhuar me shtetin, sigurisht që don ta mbajë shtetin në këtë formë me ushtrues detyre, thujse domethënë vetë ushtrues detyre, ministrat ushtrues detyre, kryetarin e shtetit ushtrues detyre, krejt agjensionet e shtetit me ushtrues detyre, bordet qeveritare dhe bordet e kuvendit me ushtrues detyre, domethënë zoti Kurti edhe shtetin e ka bërë jo funksional mu për shkak të dobësive të tij të thella që ai njeri është një menaxher i dobët dhe vetëm mbijeton në soje nëpërmjet të zgjedhjeve të tilla, përndryshe ai do të duhej më të jetë jashtë institucioneve apo jashtë qeverisë së Republikës Kosovës. Dje, unë siç thash, kam udhëtuar para 3 ditësh për Shqipëri, jam kthyer në orët e mbrëmjes dhe autorruga Ibrahim Rugova për shkak të një sasie të vogël të dheut që është shembur në një pjesë mes Prizrenit edhe Suarekës, me 4 orë kanë qëndruar qytetarët në kolon mu për shkak të mos mirëmbajtjes edhe pa aftësisë për ta mirëmbajtur një rrugë të cilat qeverit tjera e kanë ndërtuar me të kaluarën pa asnjë problem. Domthonë qeverit e kaluara ishin në gjendje që me një buxhet shumë më të vogël, 10 radhë, 100 herë më të vogël se sa buxheti i sotëm, dhe Kurti nuk është në gjendje atë që e kanë ndërtuar të tjerët, kë vetëm ta mirëmbaj. Domthonë është thjesht i paaftë për të udhëhequr me shtetin matri të botës Kosovën. Zoti Redkoceri, si e shikoni përplasjen në këto zgjedhje dhe Vjosa Osmani a do jetë një faktor kyç? Vjosa Osmani ka fillu fushatën, edhe pak ditë pa e lshu pozitën e presidentës, ka vizituar shumë degë kryesisht të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tani po vazhdon përsëri, ka shpresuar deri në orët e fundit të 28 prillit se do t'jetë edhe për një mandat president e Republikës Kosovës, jo ndoshta t'jetë konkurrente e zonjës Fahrije, se kishte mbiemrin Ruçiti, por ajo ka menduar se ajo do t'jetë kandidate dhe do ta ketë një kundërkandidate që ajo vetë propozon zonja Vjosa Osmani, por ja që nuk i doli. Edhe pse të gjithë ne e kemi ditur ka herë se Vjosa Osmani nuk do të jetë më presidente, sepse nëse futesh në radarin e zotit Kurti për të keq, harroje që më ky njeri të falë. Në këtë rast, zonja Vjosa Osmani e përgdhelur e zotit Trump, sigurisht atë që zoti Kurti nuk mund ta duroj, edhe në anën tjetër përkraja që në prag të kalimit mandatit ja bëri zoti Edi Rama, ishin 2 adutet kryesore, elementet kryesore me të cilat zonja Vjosa Osmani e humbi
edhe një mandat 5 vjeçar për këto zgjedhje. Dhe tani jemi ku jemi? Jemi në një pozitë të jashtëzakonisht të rëndë, vendi po shkon në zgjedhje për të katërtën herë, do të shkoj edhe më tutje sepse konfiguracioni i partive politike në Kosovë është i tillë që nuk garanton se opozita do të jetë në gjendje, opozita e sotshme, tani që nuk është më opozitë, por janë parti politike që garojnë për zgjedhjet e ardhshme, nuk është në gjendje shumë të mirë për ta rrëzuar nga pushteti zotin Kurti. Edhe pse do të i marrin një pjesë vota, sidomos Vjosa Osmani, por tani ka ndodhur një problem brenda lidhjes demokratike të Kosovës. Kemi përçarje të mëdha. Aty, si duket, nuk po pranohet, sepse deri tani do ta zyrtarizonte zonja Vjosa Osmani kandidaturën e vet, apo do të kthehej në lidhjen demokratike të Kosovës, por LDK-ja po vlon nga brenda, derisa Lumiri me një pjesë të re të kryesisë brenda LDK-s edhe Këshillit Përgjithshëm e pranojnë zonjën Vjosa Osmani. Aty si duket bën pjesë edhe ky zotëri nga Gjilani i vjetër, më doli emri i tij nga mendja, e pranojnë, por janë një pjesë e aktivistëve, njerëzve të fortë të LDK-s, të cilët nuk e pranojnë. Me gjos, në mesin e tyre mund të jetë edhe Imre Ahmeti, i cili kohëve të fundit shifet shpesh apo takohet me Arben Gashin, Kujtim Shaljen dhe disa aktivistë, Abdullah Hotin, Zemajn, zotin Zebaj, e të tjerë, të cilët, si duket, Hikmete Bajrami, nuk pajtohen që zonja Vjosa Osmani të kthehet LDK edhe ajo të jetë borce e listës së LDK-s. Në këtë formë, edhe nëse kthehet Vjosa Osmani dhe brenda LDK-s ka përçarje të tilla, unë them me bindje të plotë që LDK-ja vështirë se mund të lëviz përpara me votat e saj. Nuk arriti Lumir Abdigjiku ta ruaj unitetin e lidhjes demokratike, në këtë rast nuk do të bëj punë edhe kthimi i Vjosa Osmanit në LDK për ta dëmtuar lëvizjen vetëvendosje. Ajo që nëse tani LDK-ja ndahet edhe një herë në 2 pjesë, atëherë njëra pjesë nga të shkoj Vjosa Osmani ndoshta do ta ruaj këtë përqindjen që e ka 13% ose deri në 15%. Por pjesa tjetër, nëse ndahet, formon parti të re, ose ndahet një krah brenda LDK-s, atëherë ajo pjesë nuk do të arrijë, edhe nëse regjistrohet si parti politike, nuk do të arrijë ta kaloj pragun zgjedhor. Dhe kështu LDK-ja me Vjosa Osmanin, edhe pse kemi pritur që do të arrit elektoratin, do të rrezikoj seriozisht lëvizjen vetëvendosje, jo ta rrezikoj aq sa të dalë e dyta ose e treta lëvizja vetëvendosje, por së paku t'ja marr lëvizjes vetëvendosje 50.000 vota me këtë përçarje që po flitet në Kosovë, LDK-ja nuk mund të arrijë askund. Në anën tjetër, PDK-ja, nëse nuk me 18-19 maj, kur presim vendimin nga gjykata speciale, nuk do të ketë vendim lirues për zotin Thaçi, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, për Recepin s'po flasim se ai takon lëvizjes vetëvendosje, atëherë
vërtet edhe PDK-ja vështirë do ta ketë të rritet në vot në këto zgjedhje. Mbetet opsioni vetëm PSD-ja, e cila po provon që SPOK-u të kaloj progun, Aleanca gjithashtu të tentoj të rrez votën, sepse ishte partia Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës që më së shumti bëri që vendi të shkoj në zgjedhje. Unë mendoj që edhe nga puçi kushtetues, nga sulmi që ju bë me 28 prill, ju bë Kushtetutës së Republikës Kosovës, tentimi për puç kushtetues u shpëtua drejt për drejt nga zoti Ramush Haradinaj dhe Daud Haradinaj, të cilët përveç që paralajmëruan protesta dhe demonstrata të mëdha në Kosovë, me bindjet plot them se ka pasur edhe mesazh të drejt për drejt nga zoti Haradinaj drejt zotit Kurti që mos të bëj ndonjë budallaki që si çden të bëj, apo si çdonte ai ta zgjedh presidentin në formë jo kushtetuese atë natë që deri pak para orës 12 provoi që me çdo kusht ta kaloj zonjën Feride si presidente të Republikës Kosovës. Për fat, kjo nuk u arret mundësoje të presionit të drejt për drejt të familjes emblematike Haradinaj, të cilët përdoren ndoshta edhe shantazhin edhe kërcënimin për mos u bërë një vepër makabër e parapërgatitur, siç e pam edhe në mesazhin që qarkullonte të Naim Bardiqit, i cili tha kësaj radhe po e bëjmë kryetarin karate dhe pastaj të presim se çka do të thotë gjykata kushtetuese. Krejt kjo lojë, krejt kjo skenë, e dinte zoti Kurti se nuk mund të shkoj presidenti në këtë formë, nuk mund të zgjedhet. Por ai e ka pas qëllimin që ta shtyj afatin edhe me një shtyrje nga gjykata kushtetuese për të shkuar në zgjedhjen korrekt, atëherë kur pritet ardhja masovike e diasporës, edhe kë për të fituar edhe një herë mbi 50% votave, sepse ajo ëndra për të fituar 60-70% kur nuk do të realizohet në Kosovë. Këtu është maksimumi, kështu që Albini nuk është dashur të luaj, të lozë me fatin e Kosovës për shkak të një pozite të presidentit dhe është dashur t'ja jap këtë rast opozitës, këndo që ata e propozojnë në këtë rast, pse jo edhe zonjes Vjosa Osmani, por ja ku jemi tani, shkojmë në zgjedhje dhe presim një fushat të ashpër politike mes, sidomos LDK-s, në vërtet VV-s, PDK-s, Aleancës, e ma pak mes LDK-s edhe VV-s, sepse VV-ja ende mendon që me LDK-n në të ardhmen do të ketë koalicion, edhe llogarit që kryeministër do të jetë Kurti, e Vjosa Osmani edhe një mandat do të jetë presidente, por kuptohet nëse Lidhja Demokratike e Kosovës arrin të bëj vota më shumë se 15% në zgjedhjet e radhës. Unë nuk pres një përqindje më të madhe nëse LDK-ja është e përqarë. Profesor, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe për jush.